Pse na ndodh kur e kemi një periudhë, ta zem është ora 10-11 e mbrëmjes, kur ne ndihemi që gjumi ka ardhur. Edhe i kemi edhe disa procedura, pastrimi i fytyrës, i dhëmbëve e të tjera, që në ata pak minuta sa vonohemi, ik gjumi. Pse ndodh, a deaktivizohet, a që ndodh me melatoninën në qatë kohë kur është në pikun e gjumit dhe ik për pak minuta? Këtë rast, me gjatë, gjatë ditës, ke bo diçka, ose s'ke pas një rutin dur, që melatonina nuk e ka arrit pikun e vetë prodhimit. Ti je lodh një farforme i kotë për me flajt, po ka fillu mu prodhu, po jo masën e dur. Edhe duhet shumë pak për mu shpërqëndru, që ajo me fillu me njëherë me ra. Se kjo ora biologike që e cekëm, cikli cirkadian, e një vetëm ditën. Në tash momentin që ti vepran, kjo ka periudha që ke çrregullu këto, ti ose kushdo. Vepran për shembull format ndryshme, na herë flam më herët, na herë flam më vonë, na herë rrin telefon para se me flajt. Më thon, ai e një vetëm dritën, edhe normal që e një këtë periudhë, normal që është i çrregulluar edhe nuk është cikli që është të prodhu mënyrën e dur. Edhe kjo është arsyeja pse çdo faktor tjetër, qoftë edhe kë, qoftë telefoni, ekranet, qoftë për shembull shumë e rëndësishme që dhoma e gjumit me qenë vetëm për gjumë, mos me kanë asnjë aktivitet tjetër, për shembull mos me marr laptopin dhomë gjumit, mos me marr telefonin, mos me pas sene tjera që ti bën aktivitete tjera për shembull dhomën e gjumit se ato ndikojnë shpërqendrim. Drita me qenë për shembull dikush preferon me qenë pak dritë, po realisht me qenë e njëjtë.